Ditën e dieshme në Çabra të Gjakovës u gjeti dëmtuar një libër fetar, saktësisht libri fetar i fesë muslimane, Kurani. Lajmin e konfirmoi për mediat në Kosovë zëdhënësja e policisë së Gjakovës, Vlera Krasniqi. Ajo ka thënë se për ngjarjen ishte njoftuar prokurori i prokurorisë speciale. Sot në zonën e Çabratit në Gjakovë është gjetur një libër fetar i dëmtuar. Aktualisht nuk dihet se kush e ka kryer këtë veprim dhe as se cili ka qenë qëllimi. Lidhur me ngjarjen është njoftuar prokurori i prokurorisë speciale, përderisa jemi duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, ka thënë Krasniqi. Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar pas raportimeve për djegjen e Kuranit në qytetin e Gjakovës. Nëpërmjet një deklarate, Myftiut Naim Tërnava u shpreh se është i tmerruar dhe i tronditur nga akti vandal dhe kriminal i djegjes dhe përdosjes së Kuranit, për të cilin akt ai ka thënë se është i kryer me porosi dhe mision të qartë kriminal nga persona ende të panjohur. Një veprim i tillë është plotësisht i papranueshëm pasi cënon rënd vlerat universale, humane të qytetërimit botëror dhe njëkohësisht godet drejt për drejt parimet, traditën dhe identitetin e popullit tonë, ka thënë Tërnava në reagimin e tij. Më tej, Tërnava tha se populli shqiptar ndër shekuj është njohur dhe identifikuar për armoni, bashkëjetesë dhe mirëkuptim ndërfetar. Ai thotë se djegjen dhe përdosjen e Kuranit në Gjakovë shes si një akt konkret dhe alarmues, si pasojë direkte e ideologjive antishqiptare dhe anti-islame, të cilat synojnë realizimin e projekteve dashakeqe sipas modeleve të huaja që historikisht kanë qenë armiqësore ndaj shqiptarëve të besimit islam. Kërkojmë nga organet kompetente shtetërore që të ndërmarrin menjëherë veprimet e nevojshme ligjore ndaj autorëve të këtij akti kriminal, por edhe ndaj ideatorëve, mentorëve dhe ideologëve të kësaj ideologjie tepër të rrezikshme, të cilët veprojnë duke u fshehur pas parullave të rreme, të fjalës së lirë, të drejtës së besimit dhe një shqiptarie të deformuar sipas interesave të tyre, shkroi Tërnava. Ndërkohë, publicisti Farid Xhara ka reaguar ndaj kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës lidhur me rastin e raportuar në Gjakovë. Përmes një postimi, Xhara ka kërkuar që të bëhet analizë profesionale para se të jepen deklarata publike, duke vënë në dyshim pretendimin se është djegur Kurani. Mos u ngut me fol pa u vërtetuar nga ekspertët, ka shkruar Xhara duke kërkuar sqarim të bazuar në prova profesionale. Një pyetje për krye Myftiun, me cilën ekspertizë u vërtetua që në Gjakovë u doq Kurani. Mos u ngut me fol pa u vërtetuar nga ekspertët, mos u ngut me fjalë, Çabrati. Unë kërkoj të bëhet analizë profesionale që të mundson të hapësh gojën krye Myfti, shkruan ai.